Bashkimi Evropian ka nxjerrë zbuluar Edi Ramën dhe ministrin e tij të jashtëm Ferit Hoxha. Të dy këmbgulin se nuk ka bllokim të negociatave të integrimit, por sot është thënë zeza mbi të bardhë se hapja e raportit i bar ka ngecur. Për të qenë më të qartë, pas hapjes së të gjithë kapitujve, Shqipëria duhet të kalojë në fazën e dytë, atë të marrjes së raportit të vlerësimit të përkohshëm të standardeve i bar, një raport i përkohshëm mbi sundimin e ligjit, që shërben si një pikë referimi për progresin e një vendi kandidat për antarësimin në BE në këtë fushë. Një i bar pozitiv është një konfirmim i hapave të suksesshëm të ndërmarrë sipas kapitujve të negociatave 23, drejtësia dhe të drejtat themelore, dhe 24, drejtësia, liria dhe siguria, të procedurës së antarësimit dhe tregon rrugën për reforma të mëtejshme. Sipas metodologjisë të rishikuar të pranimit, asnjë kapitull negociues nuk mund të mbyllet derisa të merret i bari. Në qershor 2024, Mali i Zi u bë vendi i parë kandidat i BE-s që mori i barin, pas së cilës filloi mbylljen e kapitujve negociues. Mirëpo Shqipëria nuk e ka marrë, edhe pse Komisioni Evropian ka dërguar një raport pozitiv të Këshillit të BE-s. Aty raporti ka ngecur. Grupi i punës për zgjerimin, COELA, i përbërë nga ambasadorët e vendeve anëtare, zhvilloi sot mbledhjen e radhës ku në agjendë ishte sërish shkëmbimi i pikpamjeve për raportin e vlerësimit të ndërmjetëm i barit dhe drafti i ndërmjetëm i pozicionit të përbashkët të BE-s, të dy të propozuar nga Komisioni Evropian. Këshilli i BE-s thotë se mes vendeve anëtare do të ketë edhe disa raunde të tjera diskutimesh. Është bërë një farë progresi, por diskutimet janë ende në vazhdim në këtë fazë relativisht paraprake. Në çdo rast priten edhe disa raunde të tjera diskutimesh përpara se të arrihet një marrëveshje në nivelin e COELA mbi një draft i ndërmjetëm i pozicionit të përbashkët të BE-s. Thuhet në reagim, Këshilli shpjegon se gjatë procesit, shtetet anëtare bëjnë pyetje ose shprehin shqetësime ndaj Komisionit. Komisioni përgjigjet, Presidenca mban shënime dhe përgatit një tekst tjetër kompromisi për raundin e ardhshëm të diskutimeve. Dhe kështu me radhë. Në media ka qarkulluar një lajm se janë 9 vende të BE-s që kanë bllokuar procesin. Gjermania, Luksemburgu, Holanda, Suedia, Austria, Finlanda, Polonia, Greqia dhe Bullgaria nuk janë ende të bindura se është momenti për të dhënë dritën jeshile Shqipërisë, dhe sot e gjitha është konfirmuar.